Oficerët e sigurisë janë trajnuar nga Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike, e cila përfshin fushën kibernetike, nga Qendra e Parandalimit të Krimeve për të miturit dhe të rinj, gjithashtu nga Agjencia për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe nga OSBE-ja, përfshirë këtu dhe disa organizata ndërkombëtare. Me vendimin e fundit nga Ministria e Arsimit, është përcaktuar që oficerët e sigurisë në shkolla do të kenë akses në sistemin SMIP, por nga ana tjetër, nëse zbresim në terren, ne shikojmë që ka një mungesë të infrastrukturës logjistike të oficerëve të sigurisë në shkolla, nuk ka një domen të promovimit të punës së tyre në rrjetet sociale dhe nuk ka mjetet e infrastrukturës së tyre logjistike për të cilën ata mund të kryejnë punën për sa i përket memorizimit të dokumentacionet të tyre dhe referimin. Kohët e fundit është krijuar Memento Database. Memento Database jep mundësi oficerëve të sigurisë në shkolla të prezantojnë veten e tyre në formë digjitale, bazuar në certifikimin akademik të marrë nga Akademia e Sigurisë, ku ata janë certifikuar, por dhe duke memorizuar dokumentat e tyre të punës, gjithashtu dhe duke i referuar online.